Përshëndetje autor, koleg. Përsëri jemi në pjesën ku duhet të japim përgjigje të gjitha pyetjeve dhe është koha ku të flitet me dokumenta dhe unë ndodhem sot dhe ndjej detyrimin që përpara jush, jo ndjej, kam detyrimin që përpara jush të jap këtë informacion në shkresë. Marr shkas sot për të bërë një ndryshim të vogël, sepse sot ka ardhur vendimi i gjykatës shkallës parë të gjykatës administrative që flet për vendimin e KKDA-s dhe marrëdhënien e Agjencisë Audiovizualit me SUAD-ën, pra me sportelin unik. Pra gjykata ndër të tjera, kuptohet që gjykata administrative shprehet mbi faktet nëse ka pas kompetencë që mos lodhemi me këtë pjesë, por thekson atë që nuk mund ta mohojë dot në ligj, atë që ne kemi kohë i kërkojmë SUAD-ës, ministrisë, që ka ardhur momenti të zbatohen dhe nuk ka më justifikime për të mos u zbatuar. Rrjedhimisht, çfarë thot gjykata administrative shkallës parë? Vlerëson se në kuptim të nenit 127 të drejtat autoriale, të cilat mbrohen, janë e drejta e transmetimit dhe ritransmetimit për autorët dhe interpretuesit që kanë të drejtën e shfaqjes publike, përcjelljes në publik, të drejtën e përcjelljes në publik të veprave të fiksuara, të drejtën e transmetimit, ritransmetimit, drejtën e ritransmetimit dhe të drejtën e shpërblimit. Pse i përmend kaq shpesh drejt transmetimi e ritransmetimi dhe përcjellja në publik? Pra do të thotë që autorët, pavarësisht zhanrit që ata kanë, audiovizual apo muzikor, gëzojnë të drejtën të shpërblehen bazuar në ligjin e të drejtës së autorit. Pra kjo është themelorja dhe kjo është ajo që thot vendimi i gjykatës së shkallës parë. Më tej, çfarë thot gjykata e shkallës parë? Bazuar në 95 të ligjit për të drejtën e autorit, shprehmisht se vepra audiovizuale do të konsiderohen veprat kinematografike, veprat televizive, filmat animuar, reklamat, filmat e tjerë, videot e shkurtra muzikore, dokumentar, emisione, grafika televizive, si dhe veprat e tjera audiovizuale të shprehura nga sekuenca pamje lëvizëse të ndërlidhura, me ose pa zë, pavarësisht nga natyra e mjetit në të cilin ato janë fiksuar. Pra çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që të gjitha këto elemente që janë vepra audiovizuale dhe konsiderohen vepra audiovizuale, janë pjesë e licencës së agjencisë tonë, pra FAAT. Pra atë që KKDA e merr në analizë, gjykata në vendim shkallës parë e pranon. Pra këtë në thelb e pranojmë dhe ne, pra që këto të drejta janë në licencën tonë. Gjithashtu, gjykata vlerëson dhe thekson se transmetimi i veprave audiovizuale i nështrohet regjimit të administrimit individual. Pra do të thotë që në administrimin individual këto të drejta i takojnë autorit, i cili në rastin ton ja kalon regjisorit, sepse transmetimi menaxhohet nga Agjencia e Administrimit Kolektiv. Pra do të thotë që transmetimi është e drejtë autoriale dhe menaxhohet jashtë sportelit unik, ku sipas KKDA-s, pretendimit KKDA-s, dhe ashtu siç e konfirmon gjykata, thuhet se SUAD-a ka të drejtën të mbledh vetëm nga ritransmetimi, pra vetëm nga subjektet të cilët janë më veprimtarinë e tyre kabllore, pra në mënyrë të sankcionuar ose të themi që bëjnë transmetim të njëkohësishëm të një kanali tjetër. Pra një kablor apo një ripërsëritës i cili merr Top Channel dhe nuk ka akses te kontenti, nuk ka të drejtë ta bllokojë përveç se ta ritransmetoj ashtu siç është. Pra, në vetvete vendimi i gjykatës, pavarësisht të tjera, i jep të drejtë agjencisë së FAD, pra të audiovizualit, mbi pretendimet e saj. Por çfarë ndodh? Në momentin që ka nisur pretendimi i agjencisë FAD për të kërkuar nga SUAD-a shumën e të ardhurave që i takojnë audiovizualit, kjo vlerë në
sportelin unik të Suada mbante masën apo sasin 73%. Pra, 73%. Si dhe vetë KKDA e thot, si dhe vetë gjykata e thot, janë një pjesë që i duhet paguar autorëve të audiovizualit. Pra e thënë ndryshe, çdo autori në kuptim të nenit 95. Atëherë, ne të gjithë kohë nuk kemi bërë asgjë tjetër përveç se kemi ngritur zërin në ministri, kemi ngritur zërin të Suada, pra që ju keni përvetësuar të ardhurat të cilat nuk ju takojnë juve. Ti si ministri e ke konstatuar që ata kanë marrë të ardhura audiovizuali dhe përsëri po e lejon këtë fakt. Pra duhet kishim bëni me një kallëzim penal dhe jo vetëm nga kallëzimi penal që kemi bërë ne. Pra dhe vetë institucioni publik duhet të ishte para masave ekstreme në këtë rast. Ashtu si thuhet, pra unë them gjithmonë, në rastin konkret përmenda se çfarë duhet ishte bërë. Por në rastin tonë ministria përsëri ka reaguar. Dhe përpara se të dilte ky vendimi i gjykatës, konkretisht që në nëntor të 2025-s, shkres e ministrit, pra, unë nuk di që Ministria e Turizmit, Kulturës dhe Sporteve të ketë organ më të lartë se ministri, i cili ka njohur dhe ka faktuar të gjitha pretendimet e fatës, dhe Suada vazhdon akoma të kërkoj operatorëve nga 600-700 milion lek, pra transmetuesve. Pra që vendimi i gjykatës thotë transmetuesit janë pjesë e agjencisë audiovizualit, jo pjesë e Suadës, këta dërgoj fatura nga 600 milion, kur edhe vetë ministria i drejtohet Suadës në 11 nëntor dhe ku i thotë se pavarësisht ekzistencës së vendimit numër 3 të KKDA-s, që specifikohen të drejtat që administrohen kolektivisht në mënyrë të detyrueshme. Kjo nuk nënkupton se autorët e veprave audiovizuale të përmendura në nenin 95 nuk gëzojnë të drejtat e shpërblimit për çdo formë shfrytëzimi. Pra pavarësisht se Suada nuk ju jep këto shpërblime, pavarësisht se Suada në kushtet kur nuk mund t'i mbledh këto shpërblime, nuk mund të t'i shpërblej autorës, sepse kështu ja thot KKDA, nuk duhet që të ndërhy në veprat audiovizuale për të lëshoj vetëm autorizim muzikor. Çfarë thot tjetër ministria? Duke konstatuar, thot, se problemet në lidhje me shpërndarjen e të ardhurave për veprat me të drejtë autori janë të vazhdueshme, MTKS i është drejtuar sportelit unik për të vënë në dispozicion dokumentacion për autorizimet e lëshuara në vitin 2024 dhe 2025. Çfarë thekson ministria apo ministri me shkresën e tij? Nga dokumentacioni evidentohet se janë realizuar dhënia autorizimeve për shfrytëzim dhe përdorim të drejtave autorit në tërësi. Subjektet pagues janë pajisur me autorizimet të përgjithshme që përfshin lejet e të gjithë mbajtësve të drejtave përfshirë ata të audiovizualit. Por ky komunitet nuk është shpërblyer. Një agjensi e audiovizualit ka të drejtën të përfitojë shpërblimet e mbledhura për përdorimin e të drejtave të tyre për të cilat është lëshuar autorizim nga Sporteli Unik. Pra përderisa Sporteli Unik Suada ka dhënë autorizim ku ka mbuluar dhe fushën audiovizualit, atëherë ka për detyrë që këtë ndarje të mos e bëjë sipas për specifikime dhe vendimit KKDA-s, por të hap agjencisë që i takon. Pra të zbatojë udhëzimin për cilin është krijuar Suada, për të mbledhë të ardhura dhe për të bërë ndërmjetësin ndërmjet përdoruesit dhe titullarit të drejtave. Sporteli Unik duhet, thot, të sigurojë një pasqyrim transparent të drejtave konkrete që autorizon. Vetëm në këtë rast mundet që
të përjashtoj nga shpërblimi agjencinë audiovizualit. Pra, e thë ndryshe, kur një subjekt transmetues televizor ose një hotel për dhomat që ka pajiset me autorizim nga SUADA dhe SUADA thot unë kam lëshuar një autorizim të vetëm për muzikën, vetëm në atë rast, thot ministria, ky duhet të mos e shpërblej agjencinë e audiovizualit. Çfarë thot element tjetër i rëndësishëm në shkresë ministri? Të ardhurat e siguruara thot nga sporteli unik për periudhën 2024-2025 deri në daljen e vendimit të KKD-s, pra deri në gusht të 2025, përbëhen nga shpërblime të mbledhura në emër dhe për llogaritë të gjithë titullarëve të drejtave që përfaqësohen nga agjencitë. Pra, edhe autorët e audiovizualit, edhe interpretuesit e muzikës, edhe aktorët, edhe prodhuesit e fonogramit, edhe autorët e muzikës dhe tjerë. Pra, është mbledhur në tërësi deri në daljen e vendimit të KKD-s, sepse deri në daljen e vendimit të KKD-s gusht 2025 ekzistonte fuqi vendimi i KKD-s i 2017-s, i cili nuk kishte asnjë konfuzion në këtë rast. Dhe të gjithë subjektet pagues, kur kanë paguar përpara vendimit të KKD-s, kanë paguar edhe për muzikën, edhe për filmin, edhe për tjerë. Gjë që kur vjen puna në zbatim, SUADA këto të drejta i ka zeruar sikur nuk ekzistojnë. Pra, ka mbledhur për filmin dhe në momentin që ka dalë vendimi i KKD-s, këtë vlerë e ka konsideruar sikur kjo vlerë është për muzikën. Të themi të drejtën, jemi të zhgënjur sepse këtë luftë sot, unë nuk di çfarë kjo është një fars, nuk mund të quaj luftë. Ne kemi të krijuar nga vetë ata që duhet ishin kolegët tanë. Pra nga ata që duhet ishin partner me ne në luftën që ne kemi me çdo pirat në territorin e Republikës së Shqipërisë. Pra në rastin konkret SUADA duhet ishte pjesë e këtij gjyqi dhe t'i kërkonte jo vetëm gjykatës, por edhe KKD-s një interpretim të drejtave të saj, sepse ashtu si dhe gjykata e pranon dhe e sankcionon, SUADA thot mund të mbledh vetëm nga ritransmetimi kabllor sa i takon pjesës audiovizualit. Pra pjesa tjetër që merret me audiovizualin dhe përfshin çdo drejt tjetër mbetet jashtë. Dhe ky është vendimi i gjykatës. Pra autor, koleg, miq, sepse nuk di si të quaj fillimisht, të gjithë jemi në këtë angazhim tonin, të gjithë jemi duke nxjerrë këto fakte dhe duke dëgjuar rezultatet pa precedenta. Pra shohim edhe për gjithë ata që pyesin si ka mundësi që ministria, ose SUADA nuk pyet ministrinë, këto që po tregon ti janë absurditete. Unë them urdhëro shkresë. E kjo shkresë që thot atë që ne themi është e nëntorit të 2025, mos gabojmë në një datë, po e nëntorit 2025 dhe nënshkruar nga ministri. Pra SUADA në këtë rast i ka thënë ministrit: më vjen keq zotrin, por ti ke nis shkresë. Shkresat nuk janë urdhë. Pra kjo është ajo përgjigje që SUADA ka dhënë dhe SUADA ka haruar pozicionin e vet. SUADA, për të gjithë ju që nuk e dini, nuk është mbajtëse të drejtash. Është një dyqan, një one-stop shop, i cili na mundson neve agjensive që përfaqësojmë krijuesit të mos shkojmë secili më vete në përpërdorues. Pra kjo është SUADA. SUADA nuk është titullare të drejtash. Dhe edhe në qofse thot gabim sepse aq e di ligji. Pra SUADA është e mandatuar nga agjensitë. Dhe në qofse unë shkoj te SUADA dhe them që kam këtë licencë, mor zotri, ministri, se ma ka dhënë ministri i kulturës, dhe them audiovizual, neni 95,
janë veprat, kategoria regjizorët neni 97, të drejtat neni 120 deri neni 130. Pra kjo është licenca që ju ka dhe ministri. Këto të ardhura kur ti mbledhësh do më japësh mua, Suada thotë jo, më vjen keq, ministri ka nisi shkres, unë nuk e njoh licencën tënde sepse KKD-ja ka thënë këtë, ka thënë atë, jo po se filmi transmetohet nga ky film edhe del skenik apo jo skenik. Pra të gjitha këto i ka shkaktuar ky sportel që nuk është asgjë. Pra është ky çibani që ne i themi. Ajo që vjen më e habitshme është që këtu kemi konstatime që vetë përpara se të ndaheshin të ardhurat, ka qenë 73% e të ardhurave nga audiovizuali. Pra këtu 73% plus 27 të tjera, pra që u lanë për agjensinë audiovizuale, duhej që të kalonin te operatorët, të agjensia audiovizualit, do të kalon të pjesa takuese 30% si të agjensia interpretuesve dhe te prodhuesit e audiovizualit. Të unë përsëri po do ja u them me bindje të plot. Arsyeja që ne vazhdojmë në këtë konflikt absurd dhe që nuk marrim dot të ardhmë është sepse sot Suada ka dalë mbi ministrinë. Ne vërtet kemi bërë një kallëzim penal. Kuptohet si çdo kallëzim se dhe prokurorët në një farë forme çfarë do hetojnë më përpara dhe sepse s'mund kemi nga një prokuror për çdo çështje dhe për çdo person që ngrin pretendim, pra kanë kohën e tyre. Dhe kjo kohë që është duke u harxhuar dhe vazhdon të harxhohet sjell pasoja për të gjithë regjisorët, sepse nesër do dënohet Suada, ne do të hapim një gjyq tjetër për të kërkuar të ardhurat mbrapsht që i kanë përfituar agjensitë që s'u takojnë, do vazhdojnë dhe një 6 vjet tjetër, një 6 vjet të tjera dhe unë po shoh që jo vetëm regjisorët që kanë krijuar dhe kanë bërë këtë krimtari, për ata që kanë ndruar jetë dhe s'dua t'i përmend më, kërkoj ndjes dhe familjarëve të tyre kur i përmend, por jam i detyruar sepse vepra e tyre e bën atë person publik, nuk e bën tashmë një person privat, por edhe të rinjtë e tjerë që po krijojnë të ardhur. Do duhet të presim vitet të gjejnë një zgjidhje për mbledhur të ardhurat. Kur është shumë e thjeshtë. KKD thot që Suada është vetëm për administrim kolektiv detyrueshëm dhe nuk i detyrohet të shpërblejë audiovizuali. Ligji dhe licenca thot që agjensia audiovizualit ka të drejtën t'i mbledh vetë, sepse këto drejta i vijnë nga të drejtat që ekzistojnë nga autorët, krijuesit dhe prodhuesit. Shumë e thjeshtë të nderuar. Një sistem tarifor ne e kemi, ndani llogaritë bankare, çfarë janë me licenca audiovizuali dhe përdorues të audiovizualit, sipas organeve kompetente, televizionet nga AMA, ritransmetuesit nga AMA, IPTV-t, nga AKEP-i dhe gjithçka tjetër të derdhen në llogarinë audiovizualit. Vlerë e cila do ndahet audiovizual dhe interpretues, pra aktor dhe ekzekutues, dhe pjesa tjetër që nuk kanë lidhje me audiovizualin të bëjnë çfarë duan me Suadën. Pra, ligji na jep një zgjidhje. Dëshira jon për të mbajtur Suadën po na fundos dhe po shkatron komplet sistemin e autorëve të audiovizualit. Për çdo pyetje jemi në dispozicionin tuaj. Faleminderit.